Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Luanit. Do bëjmë leximin e javës, që nuk do të thot vetëm për një javë, po që nga që po i bëjmë çdo javë është i javës. Kjo është lexim për ata që kanë nevojë, ta them kështu. Kur shkoj Luanin është si vetë shenja, plot zjarr, drejtim, dashuri dhe prezencë. Pra ajo që bie në sy të dashur Luan është mesazhi i qartë që del nga kjo letër apo nga këto letra. Mjaftu dogje duke dëshmuar vlerën tënde. Tani është koha për të ndriçuar me qëllim, jo për të provuar diçka. Të dashur Luan, titulli i leximit të juaj kësaj jave është Ndize zjarrin tënd për veten, jo për të marrë duar trokitja. Asi i zjarrit tregon hapin këtë javë me një energji fillimi që ka nevojë për një drejtim të qartë. Ke një ide, një pasion, një vizion, por po lufton mes nevojës për të shprehur, për të parë dhe zërit të mbrëmshëm që thot. A do të më kuptojnë? Përgjigjja është, nga vetë letra, nuk ka rëndësi nëse të kuptojnë. Ka rëndësi që ti të mos e mohosh vetën tënde. Djali i zjarrit, që ndryshe, flet për një vrull të mbrëmshëm, për dëshirën, për të bërë, për të arritur, për të lënë gjurmë, por ke kujdes, mos u ngatro me lëvizjen me përparimin. Mos ngatro pra lëvizjen me përparimin. Nëse po vepron pas vëmendjes, do lodhesh shpejt. Nëse vepron nga thelbi yt, do ndriçosh pa u djegur. Këtë ta keni parasysh, të dashur Luan. Është një përkujtim që nuk vjen shtret të ujit, të dashur, që nuk vjen vetëm por për të dhënë apo për të bërë të ndihesh i përmbushur. Duhet të jesh autentik në lidhjet që ke. Shijon njerëzit që të mbushin. Mos harxoj energji me ata që të shterojnë në këtë periudhë. Absolutisht, mbështetja e ndershme dhe gëzimi i thjesht janë burime fuqie për ty. Në qendër të leximit kemi të dashuruarit, absolutisht, dhe thotë jo vetëm si dashuri romantike, por si zgjedhje që kërkon përputhje me zemrën tënde. Është koha për të zgjedhur kush je, duke u bërë. Po e ndjek rrugën që të pasqyron, apo po e ndjek ato që të duar trokasin. Je duke harxuar shumë energji për të pranuar nga të tjerët, për të vlerësuar të tjerët, për të duar trokitur të tjerët. Absolutisht është veti e bukur kjo, por paksa e egzageruar. Duhet të punoni për veten e juaj, ata që ju duan, dhe dështimet e juaja do t'ju rinë afër dhe t'ju mbajnë për dorë. Nëna e zjarrit e mbyll këtë shtrirje si mbretëreshe dritës dhe vetbesimit. Ajo nuk pret që të tjerë ta bëjnë të ndihet e vlefshme, të dashur Luan. Ajo ndriçon dhe kujdeset për energjinë e saj. Kjo është ajo që ti je i thirrur të mishërosh tani. Luan, të ndriçosh për vete dhe për ata që të ndjekin, jo për të qenë në qendër, por për të qenë në të vërtetën e juaj. Detyrat apo t'ju jap këtë javë, nise një projekt që të ndez shpirtin, pa pritur aprovim, thjesht filloje. Çfarëdo që të jetë, zgjidh me kujdes me kënd ndan energjinë. Të gjithë duan të ndriçojnë, por jo të gjithë e meritojnë dritën tënde. Apo të gjithë duan të jenë afër njëri që ndriçon, por jo të gjithë e meritojnë. Reflekto, apo vepron nga vetë vlerësimi, apo nga nevoja për të pranuar. Krijon një hapësirë për gëzim të thjesht dhe me miq të sinqert. Ti nuk ke nevojë të jesh i duhuri gjithkund. Ke nevojë të jesh i vërteti, me të vërtetët.
Mesazhi i leximit të juaj të dashur Luan është: nuk është detyra jote të bindesh botën për vlerën tënde. Është detyra jote të jetosh atë vlerë me çdo hap që bën, ta shijosh dhe të mburresh për veten tënde. Pa çka s'ta aprovoj dikush apo s'të duar trokiti. Kur ti je në ditën tënde të dashur Luan, të tjerët frymëzohen, jo sepse e kërkon, por sepse është natyra jote. Nuk ke nevojë më shumë të bësh se që je në fakt të dashur Luan.